pjesëmarrje në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye, nga linjit 2-3, paragrafi 1 dhe 2, lidhur me linjën 31 të KPK-s, sipas aktakuesit së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, në nshenjën PPS 6714 të datës 17/11/2016. Trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikpamjen lëndore dhe territoriale për të vendosur në këtë çështje penale dhe se nuk ka nevojë për rihapjen e shqyrtimit kryesor. Andaj, duke vendosur për çështjen penale që është objekt shqyrtimi, trupi gjykues një zëri në emër të popullit merr këtë gjykim të pandehurit Samir Ushtaku, Rustem Rokulli, Recep Gjota, Fatmir Mjaku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Shremet Jashari dhe Bajram Gibrani, me të dhënat e tjera si në shkresat e lëndës, lirohen nga të gjitha pikat e aktakues. Për shkak se nuk është provuar se kanë kryer vepra penale, pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës penale në bashkëkryer nga linja 394 paragrafi 7 dhe 5 lidhur me linjën 31, si dhe linjën 395 lidhur me linjën 31 të KPK-s dhe veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye nga linja 2-3 paragrafi 1 dhe 2 lidhur me linjën 31 të KPK-s. Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrën e mjetit buxhetore të gjykatës, si dhe refuzohet propozimi i prokurisë për konfiskim. Uli, një arshëtim shkurt. Atëherë, gjykata themeluar në Departamenti Special, kur vendosi si në dispozitiv të këtij gjykimi, sa i përket vendimit për fajësinë u mbështet në provat administruar në shqyrtim gjyqësor, realisht kur vendosi që të pandehur të shpallën të pafajshëm, realisht gjeti se faktet të cilat mbështetet aktakuza asnjëra nga provat nuk i ka vërtetuar të njëjtat dhe nuk i ka vërtetuar asnjëra nga provat relevante mbi të cilat u ndërtu kjo aktakues. Në tekst veçantë, kjo gjykatë e vlerësoi dëshminë e dëshmitarit të emërtuar si dëshmitari C e i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor, ku i njëjti e mohoi kategorikisht se të pandehurët kanë ndikuar tek i njëjti për ndryshimin e deklaratës në një procedurë tjetër. Dhe në anën tjetër, gjykata, siç u tha, nuk gjeti asnjë provë bindëse me të cilën do të vërtetohej fajësia e të pandehurëve në këtë rast. Arsyet më të detajuar sa i përket këtij vendimit të gjykatës, gjykata jep në aktgjykimin në formë të shkruar, të cilët palët do ta pranojnë brenda afatit parapor ligjor kundër këtij aktgjykimi. Pala pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit në formë të shkruar. Ankesa paraqitet në këtë gjykatë për gjykatën e apelit në Prishtinë. Ky është vendimi i kësaj gjykate, ditën e mirë.